الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين وشكر الشاكرين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet e shumta I takojnë vetëm Zotit Gjelle Gjelaluhu, ai sa qielli dhe toka, paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullë pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kurani, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbja që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, njeriu, si thot Zoti në Kur'anin e Kerim, wa khuliqal insanu dha'ifa, është krijuar njeriu I dobët. Dhe luhatet, majtas e djathas përpiqet mbijetojnë në këtë dynja, mirë po nëse nuk e ka mbushur zemrën e tij me imanin, besimin tek Zoti Gjelle Gjelalu, vështirë sa ja del. Kështu që hutbja jone sot me ka lidhje me besimin, imanin. Imani mes shtimit dhe dobësimit dhe përgjegjësia individuale në ruajtjen e tij. Ju e dini që në kohën kur zemrat lëkunden mes dritës dhe errësirës, mes bindjes dhe hutimit, njeriu modern jeton me krizë të heshtur brenda vetes. Pra krizën e imanit, krizën e besimit. Ai falet por nuk ndjen ëmbëlsinë e adhurimit. Lexon por zemra mbetet e thatë. Dëgjon këshilla por shpirti mbetet I rënduar. Shumë njerëz sot e lidhin dobësimin e imanit tyre dhe besimit tyre me padrejtësitë e kohës, me prishjen morale, me degradimin e shoqërisë, familjes, hipokrizinë e njerëzve, mediat sociale tjera me radhë, por asnjëherë nuk I kthehet përgjegjësisë tij personale pse ka arritur njeriu t'i bjerë në imanin tokë. Kështu që Islami ndërtoi marrëdhënien me Allahun, mes njeriu dhe Allahut azza wa xal, mbi përgjegjësinë personale dhe jo mbi zgjedhjet dhe si viktimet kolektive. Tha, thuhet, vërtetohet, kanë thënë, po thon, pra, por neve, a kemi ndonjë faj? Imani nuk është trashëgimi që mbetet I pa ndryshueshëm, dhe asnjë ndjenjë emocionale që jeton pa ushqim. Pra ai është dritë që Allahu azza wa xal e ka bërë shkak të shtohet me bindje, me adhurim dhe sinqeritet ndaj Allahut azza wa xal, dhe dobësohet nga gjunahet, nga neglizhenca dhe lidhja e tepruar me dynjan dhe njerëzit. Zemra e besimtarit, pra si thon ulemat, si toka, nëse u hitet me përkujtimin e Allahut azza wa xal, do t'i japi frutet e saj. Nëse lihet pas dore, thahet edhe pse mbi atë tokë mund të mbjerë shi. Prandaj problemi vërtet nuk është se bota është vetëm e prishur, por se zemra jeton dhe po lufton për të mbetur e gjallë. Pra dridhet nga mosbesimi, nga lëkundjet e thella që ka. Njeriu mund të jetojë edhe mes fitneve, por që imanin e ka si hekur. Mund të jetojë edhe mesin e njerëzve të mirë, dietarëve dhe mirëqenies, por që zemra e ka të zbrazët, sepse udhëzimi është dhuratë prej Allahut azza wa xal dhe ruajtja e udhëzimit dhe imanit është përpjekje vazhdueshme që ne njerëzit duhet ta kemi gjithmonë. Allahu Gjelle Gjelalu e krijoi njeriu me një zemër që ndryshon vazhdimisht. Prandaj dhe fjala al-qalbu në arabisht do të thotë kthim apo ndryshim. Ja al-qalbu yataqallab, diçka që rrotullohet, diçka që ndryshon çdo ditë. Zemra herë ngrihet me bindjen dhe dritën e Zotit subhanahu wa taala, dhe herë bie dhe rënohet nga gjuna dhe errësira.
Për këtë arsye, selefët tanë, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ata që erdhën pas tyre, nuk kishin frikë vetëm se nuk u pranoheshin veprat, por kishin frikë edhe nga ndryshimi i zemrave. Prandaj imani është bindje me zemër, shqiptim me gjuhë dhe praktik me gjymtyr. Ky është besimi ynë që na e la pejgamberi alayhi salatu wassalam, e përcollën sahabët, tabiinët, tabiinët dhe brez pas brezi deri në ditën që jetojmë sot. Shumë njerëz e kërkojnë shkakun e dobësimit të imanit tyre tek të tjerët, jashtë vetes. Disa thonë fajin e ka filani, fajin e ka familja, fajin e ka na shoqëria, fajin e ka smundja, fajin e ka fukarallëku. Por ti çfarë ka i ke që nuk e ushqen zemrën tënde duke u lidhur me Zotin subhanahu wa taala. Prandaj dhe t'i japim disa argumente nga Kur'ani, syneti profetit, fjalët e sahabëve, fjalët e tabiinëve dhe atyre që erdhën më pas, se çfarë është imani i vërtet. Allahu thot në Kur'anin Kerim për mos të justifikuar, ju lutem motra, nuk është për të folur në telefon ditën e xumë. Tilka ummetun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna ma kanu ya'malun. Pra, ato popoj që ishin para jush ikën. Ata morën çfarë morën dhe ju do të merrni atë çka keni marrë, çka keni punuar dhe nuk do të pyeteni për atë që veprojnë të tjerët. Nuk do të pyeteni për atë që veprojnë të tjerët. Allahu azza wa jalla thot në Kur'anin Kerim: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Besimtarët vërtet janë vetëm ata që zemrat e tyre friksohen kur përmendet Allahu xhelle xhelalu dhe kur i lexohen ajetet e tij ushtohet imani, ushtohet besimi dhe tek Zoti i tyre mbështeten. Në surën Al-Muddathir Allahu thot: "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladhina kafaru, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdadu alladhina amanu imana." Dhe ne rojtarë të zjarrit xhenemit kemi bërë vetëm me lajke, ndërsa numrin e tyre kemi bërë sprov që për ata që e mohuan Zotin. Kështu që të ushtohet bindja e tyre që është dhënë libri dhe të ushtohet imani besimtarve. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim. Është ai që zbriti qetësi në zemrat e besimtarve, që t'u ashtoj besimin, imanin mbi imanin e tyre. Thot Allahu azza wa jall: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amru furuta." Mos u bind atij në zemrën e cilën ne kemi bërë të shkujdesur ndaj përkujtimit ton dhe ndjek egon dhe epshin e tij, sepse puna e tij ka dalë jashtë çdo kufiri. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha. Çdo njeri punon vetëm për veten e tij. Dhe askush wala taziru waziratun wizra ukhra, dhe askush nuk do të mbartë barrën e tjetrit. Pra, ajetet vënë në dukje që imani shtohet dhe paksohet me vepra të mira, me ibadet dhe përkujtim ndaj Zotit subhanahu wa taala, dhe nuk është shkaku i humbjes tënde, i dobësisë imanit tënd, i devijimit tënd njerëzimi, por je vetë që e ke lënë dorën në duart e egos tënde dhe jo në duart e Allahut subhanahu wa taala. Çka na thot pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam? Thot i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam: "Al-imanu bid'un wa sab'un shu'bah, al-a'laha qawlu la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatu al-adha'i an at-tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman." Besimi ka mbi 70 deg, thot pejgamberi alaihi salam. Më e larta e tyre është fjala la ilaha illa Allah, ndërsa më e ulta është largimi i pengesës nga rruga. Edhe turpi, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, është pjesë e imanit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam: "Inal abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbi nuktatun sauda." Kur robi bën një gjuna, thot, në zemrën e tij vendoset një pikë zezë. Nëse ndalet dhe kërkon falje dhe pendohet, ajo zemër pastrohet, edhe nëse kthehet përsëri, ajo shtohet derisa nxihet e tërë zemra. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Zinaqari kur bën zina, në çastin kur e bën këtë vepër duke qenë besimtar i plot, jo, e ka imanin e ulët. Dhe vjedhsi kur vjedh, në çastin kur vjedh, nuk e bën këtë duke qenë imani i plot, pra ai ka imanin e dobët.
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij që e përkujton Zotin shumë, e përmend Zotin shumë, dhe atij që nuk e përmend Zotin, as si shembulli i gjallit me të vdekurin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Inna al-quluba tataqallabu ashaddu min ghalayan al-qudur." Vërtet zemrat ndryshojnë më shpejt se vlimi i tenxhereve, pra uji në tenxhere. Prandaj në hadithin tjetër e thoshte: "Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik." O ti që i ndryshon zemrat dhe i rrotullon zemrat, rrotulloje dhe forcoje zemrën time në fen tënde. Kështu që edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam na vënë në dukje qartë se nga buron imani, besimi, nga punët e mira dhe qërzohet nga gjunat, nga neglizhenca. Prandaj pretendimet se kush e ka fajin nuk kanë bazë, duke qenë se përgjegjësia është personale mes teje dhe Zotit xhelle xhelalu. Çfarë thon sahabët e pejgamberit radhiyallahu ta'ala anhum? Thot Abdullah ibn Mesudi: "El imanu yazidu wa yanqus." Imani shtohet dhe paksohet. Thot Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu: "Ta'alu nazdadu imanan." Hajdeni pra të përkujtojmë Zotin dhe ta shtojmë imanin. Thot Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu: "Zemrat lodhen ashtu si lodhen edhe trupat." Thot Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu: "Fitnet i paraqiten zemrave, pra sprovat i paraqiten zemrave njëra pas tjetrës." Transmeton Muslimi. Thot ashtu Abdullah ibn Abasi: "Vepra e mirë sjell dritë në zemër dhe forcë në fe." Pra, të gjithë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam vënë në dukje se me çfarë shtohet imani dhe me çfarë paksohet imani. Nuk ka thënë fajin e ka filani, fajin e ka shoqëria, fajin e ka filani, fajin e ka pasuria, fajin e ka neglizhenca vëllezër, fajin e ka vetvetja, shpirti, an-nafsul ammaratu bisu, shpirti që nxit për keq. Ajo e ka fajin dhe nuk duhet që tu anveshim fajin të tjerëve. Le të përcjellim fjalët e dietarëve tabiin. Thot Sufjan al-Thauri rahimahullahu ta'ala: "Nuk kam trajtuar diçka më të vështirë se sa në jetin tim." Thot Hasan al-Basri: "Besimi nuk është me zbukurime dhe as me dëshira, por ajo që vendoset në zemër dhe vërtetojnë veprat." Thot Imam Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu: "Dia nuk ka shumica transmetiveve, por drita e Allahut që vendoset pra në zemër." Drita e Allahut që vendoset në zemër. Abdullah ibn Mubarak i thot: "E shoh se gjunat e vrasin zemrën." Pra, shoh se gjunat e vrasin zemrën. Thot Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala: "U ankova për dobësimin e kujtesës time dhe më udhëzuan që të largohem nga gjunahet." Prandaj vëllezër dhe motra, le të heqim dorë nga justifikimet boshe se kush e ka fajin për imanin ton të dobët, për besimin ton të dobët, për sjelljet tona të dobta. Janë zgjedhjet tona të gabuara, janë lëshimet tona, janë neglizhencat tona, janë vdekja e zemrave tona që kur përmendet Zoti nuk shtohet me imani. Kur lexohet Kurani nuk zburohet me morali, nuk zbukurohet me morali. Kur përmenden hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk gëzohen me zemrat. Këto e kanë fajin. Smundja e zemrave mjaft me justifikime që nuk kanë bazë në fenë e Zotit subhanahu wa taala dhe nuk kanë argument as në qiell dhe as në tokën e Zotit. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi i takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Në ajetet që lexuam, hadithet dhe fjalët e sahabëve dhe tabiinëve, kuptuam disa elemente të rëndësishëm që imani shtohet dhe paksohet. Pra ai është dëshmi me gjuhë, besim me zemër dhe praktik me gjymtyr. Po ashtu, ajetet kuranore dhe hadithet dhe fjalët e sahabëve dhe tabiinëve vën duke që për dobësinë e imanit tënd nuk e ka fajin lagja, as familja, as shoqëria, as hallet, as problemet, as shqetësimet, por faji kthehet tek ty. Përgjegjësia në çështjet e veprës së imanit kthehen tek ty, sepse Allahu azza wa jall ka thënë: "Wa kullu nafsin bima kasabat rahina." Çdo njeri është peng i veprës tij dhe nuk ka thënë çdo njeri peng i veprës tjerëve.
Prandaj shkaqet që e rrisin e shtojnë imanin është leximi dhe meditimi i Kur'anit dhe praktika në përditshmëri, është dhikri dhe duaja, lutja. Sa më shumë njeriu e përmend Zotin, aq më shumë e mbush zemrën e tij me dashuri për Allahun Azza wa Jall. Është shoqëria e mirë, shoqërohet me njerëz që i përkujtojnë Allahun dhe jo dynjan, dhe jo që e shmangin nga rruga e Zotit subhanahu wa taala. Largimi nga gjunahet. Pra njeriu ndikohet nga ambienti, por kjo nuk e heq as pak përgjegjësinë personale që ai ka. Kujtimi i vdekjes dhe ahiretit, se do të dalësh një ditë para Allahut xhelle xhelalu dhe nuk do të marrësh me vete illa ma kasabta fi hadhihi dunya, përveç asaj që ke punuar në këtë dynja, nuk do të paguash xhenetin me para dhe as mundet ta korruptosh dot Zotin xhelle xhelalu me milionat dhe miliardat e tua. Nëse je për banorëve të xhenetit dhe e meriton, Allahu do të mëshirojë, dhe nëse je për banorëve të zjarrit të xhenemit, askush nuk e ndryshon kaderin dhe vendimin e Allahut subhanahu wa taala. Kurse shkaqet që dobësojnë imanin, shkujdesja ndaj namazit, mëkatet dhe gjunat e vazhdueshme, shoqëria e keqe, dashuria e tepruar për dynjan, lakmia, mendjemadhësia, hipokrizia e fshet, harresa e shpesht, harresa e ahiretit, konsumi i haramit dhe e fundit argëtimi në gjëra që janë të tepruara dhe çojnë njeriu larg rrugës së Allahut azza wa jall. Prandaj, nderuar vëllezër dhe motra, gabimi më i madh është fajsimi i tjerëve për dobësinë e imanit që ke, për gjendjen që ke, për sjelljen që ke, për moralin që ke, për zgjedhjet që bën dhe vendimet që merr, mos i vë faj njerëzve se përgjegjësia është përpara Allahut azza wa jall. Prandaj, nga smundjet më të rrezikshme në shoqërinë tonë është kur personi bie në atë smundje që quhet mentaliteti i viktimës shpirtërore, që të tjerët e kanë fajin për gjendjen time. Pra, por ky nuk ka asnjë faj i cili çdo ditë i thyen kufijt Allahut azza wa jall. Zoti nuk ka thënë Kur'an, kush gjen njerëz perfekt le të besoj, por ka thënë dhe askush nuk e mbart barrën e tjetrit, Suratul Anbiya. Edhe në kohën e sahabëve kishte hipokrit, kishte krime, kishte smundje, kishte fitne, kishte sprova, kishte lutje, kishte fukarallak, kishte të gjitha llojet e sfidave, por ata e lidhen fen me Zotin xhelle xhelalu dhe jo me njerëzit. Prandaj njeriu mund të jetojë mes njerëzve më të këqinj dhe të jetë prej njerëzve më të dashur për evlijave të Allahut dhe me imanin më të fortë. Dhe mund të jetojë mes dietarëve dhe njerëzve të devotshëm, por mund të jetë edhe njeriu më i prishur në tokë. Prandaj zgjidhja është rikthimi tek Allahu azza wa jall, ndërtimi i marrëdhënies personale me Kur'anin dhe jo me fjalë boshe, lufta kundër nefsit, siç thotë Sufjan el-Thauri, shpirti, lufta më e madhe që kam pasur ka qenë me niyetin e tij, me veten time dhe jo me njerëzit. Shoqëria e mirë, lufta e vazhdueshme dhe duaja e vazhdueshme, falni, siç thotë pejgamberi, ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o ti që i rrotullon zemrat, rrotulloje zemrën time, forcoje atë në fen tënde. Si përfundim, themi nderuar besimtar dhe besimtare, që besimi është udhëtimi më i rëndësishëm i jetës së njeriu. Ai nuk ruhet me pretendime dhe as me emocione të përkohshme, por me përpjekje të vazhdueshme dhe sinqeritet me Allahun azza wa jall, për ta shmangur zemrën nga smundjet që godasin dhe rrëzojnë në tokë imanin. Pra gabimi shumë njerëzve sot është se ata presin nga bota të përmirësohet para se të përmirësojnë veten e tyre. Mirë po Allahu azza wa jall kërkon nga robit luftoj për besimin dhe në kohë fitnesh dhe jo të braktisi pra imanin e tij. Besimtari vërtet është ai që lidh fen me Zotin dhe jo me njerëzit dhe vendimet dhe zgjedhjet e tyre. Kur zemra lidhet me Allahun azza wa jall, nuk rrezikohet nga gabimet e tjerëve dhe ndriçohet me dritën e Zotit subhanahu wa taala, dhe kur njeriu kupton se përgjegjësia e udhëzimit është personale, ai pushon se të kërkuar justifikime tek tjerët dhe fillon ta ndërtojë veten e tij. Prandaj shpëtimi fillon me ndryshimin e vetes dhe jo me ndryshimin e botës. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj gjunat, nga ruaj nga gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na forcojë në fen ton. Elusim Allahun azza wa jall na shtojë imanin. Elusim Allahun na zbukuroj besimin. Elusim Allahun azza wa jall na bëj për atyre që shka i thot gjua e beson zemra e praktikojnë me gjymtyr. Elusim Allahun azza wa jall që na bëj për njerëzve që kërkojnë gjithmonë forcimin e imanit. Elusim Allahun azza wa jall që ta shmangë nga kufri. Elusim Allahun që ta shmangë nga shirku. Elusim Allahun që ta shmangë nga poshtrimi dhe për ulja. Elusim Allahun që na bëj pavarur nga njerëzit. Elusim Allahun që na bëj pavarur nga njerëzit. Elusim Allahun që na furnizojë me rahmetin e tij, me rrezikun e tij, me bereqetin e tij.
Elusim Allahun azza wa jall që t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun ta ruaj djemt dhe vajzat tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun ta i mëshiroj gjyshrit dhe gjyshet tona që të kanë vdekur kudo që ndodhen. Elusim Allahun azza wa jall t'i forcojë Islamin dhe muslimanët kudo që ndodhen. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Sudan, Yemen, kudo që ndodhen ya Rabbel Alamin. O Zot, na ruaj sherrri atyre njerëzve që nuk duan vetëm se shkatrim për njerëzimin. O Allah, ktheja sherrin në vendet e tyre, ktheja sherrin në shoqëritë e tyre, ktheja sherrin në zemrën e shpirtin e tyre, që t'i lë rahat botën dhe njerëzimin të ecin paqe. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.